nuk do të thotë që Kosova nuk do të jetë asnjëherë pjesë e NATO-s. Prapë unë mendoj që nuk është aq i largët antarësimi i Kosovës në NATO. Është çështje sfiduese për faktin që 4 anëtarët e NATO-s nuk e njohin Kosovën dhe Kosova pjesë e NATO-s e bën Evropën më të sigurt dhe bën paqen në Ballkan më afatgjatë. Ka shumë të mira, spari është e mirë që pra antarësimi i Kosovës në NATO është temë diskutime të nivelet larta të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra është shumë e rëndësishme edhe vizita që u bën nga delegacioni kongresistëve amerikan në Kosovë, pra e pace dhe pyetja vinte konkretisht nga pjesë e atij delegacioni. E mira tjetër në diskutim është që nuk është që Kosova do të përjashtohet nga i diskutim, pra, po në këtë moment, edhe e dim me çdo gjë që po ndodh në botë, atëherë prioritetet lëvizjen apo there shifts in discussion ka njëherë ka në diskutime ndryshime apo lëvizja prioriteteve, po nuk do të thotë që Kosova nuk do të jetë asnjëherë pjesë e NATO-s, edhe ne kemi shumë elemente që e parafrojmë, për ata janë edhe diskutimet në anën tjetër që Kosova është afër, edhe me shumë elemente po Kosova është afër antarësimit, po pastaj po 4 shtetet që nuk e njohin Kosovën, pra që janë anëtarët NATO-s, e vështirësojnë afatet, nuk mund të jenë më njëhershme, pra nuk mund të caktoj as zyrtarët më të lartë cilët janë kompetent për me folë këtë. Mirë po, prapë unë mendoj që nuk është aq i largët antarësimi i Kosovës në NATO. Unë mendoj se ne duhet të vazhdojmë të cilëm ashtu siç jemi duke sjellur, pra sikur me qenë anëtar i NATO-s, sepse ju e dini, edhe ne gjithë e dimë, sepse Kosova është duke bërë hapa edhe duke kontribuar sikur shtetet tjera të NATO-s, ndoshta jo me kapacitete të njëjta. Atëherë është e kuptueshme që tashmë NATO është duke ballafaqur me shumë sfida dhe mbase agenda Kosovës mund të mos ketë atë interesin e madh. Kjo për shkak se është çështje sfiduese për faktin që 4 anëtarët e NATO-s nuk e njohin Kosovën dhe nevojitet një trysni jashtëzakonisht e fuqishme për të arritur që këtu të paktën 2 apo 3 nga mosnjohësit të bëjnë hapin rreth pranimit të Kosovës në NATO. Andaj mendoj që antarësimi në NATO është proces i vështirë. Absolutisht nuk është ndoshta më proces më i komplikuar se sa antarësimi në Bashkimin Evropian. Mendoj që SBA nuk e ka vëmendjen tek shumë çështje që ndërlidhen me Evropën për shkak të prioriteteve tjera që domosdoshmë më të më emergjente se sa Kosova. Shtetet Bashkuara të Amerikës së Fundit kanë qenë të përfshira në një konflikt, në një intervenim ushtarak në Iran, që mendoj që për ta është një prioritet jashtëzakonisht i madh. Pastaj ka edhe çështje tjera të cilat ndërlidhen me luftën në Ukrainë, me problemet që janë në Pacifik dhe është ndoshta shumë jo modeste të pritet që SBA të kenë një vëmendje të vazhdueshme në çështjen e Kosovës. Ndaj mendoj që institucionet tona duhet të punojnë vazhdimisht sa i përket fuqizimit marrëdhënieve bilaterale me shtetet të cilat kanë një ndikim të veçantë në aleancë dhe përmes kësaj çështje të arrihet që të rritet trysnia tek këto shtetet jo njohëse e që eventualisht në ndërkohë besoj me një presion të shtuar edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës njohja mund të ndodhë, por mendoj që është e padrejtë që të pritet njohja vetëm prej trysnisë nga ana e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Mendoj që trysnia fillimisht duhet të fillojë nga shtetet evropiane për shkak se Kosova pjesë e NATO-s e bën Evropën më të sigurt dhe e bën paqen në Ballkan më afatgjatë.